Shikues të nderuar, ju përshëndes dhe mirë se vini në edicionin qendror informativ në News 24, ndër të tjera në lajme do të ndiqni. Hapet faza vendimtare e negociatave me Bashkimin Evropian, sot konferenca e 8 ndërqeveritare në Bruxelles. Studentët organizuan një protestë në Tiranë në mbështetje të gjuhës shqipe në Maqedoninë e Veriut. Vrasje dhe pastrim parash, goditet grupi kriminal nga SPAK dhe antimafia e Barit, 10 urdhër arreste në Shqipëri dhe Itali. Helmimi i 56 studentëve të Akademisë së Sigurisë, prokuroria kërkon sqarime nga AKU për zhbllokimin e aktivitetit të Soria L. GKK-ori hap procesin ndaj Veliajt, shtyhet seanca, pezullohen afatet e paraburgimit. Kreu i KMSH uron Kurban Bajramin mesazh paqeje, solidariteti e kujdesi për nevojtarët. Francë, 7 të vdekur nga vala e të nxehtit, pjesa më e madhe e vendit në alarm portokalli. Njihemi tani më gjërësisht me zhvillimet e ndodhura ditën e sotme. Protesta e studentëve të Maqedonisë së Veriut për zhvillimin e provimit të jurisprudencës në gjuhën shqipe u zhvendos nga Shkupi në Tiranë. Qindra studentë nga Shqipëria, Maqedonia e Veriut dhe Kosova u grumbulluan në sheshin Skënderbej në Tiranë për të vijuar protestën në mbështetje të studentëve të Republikës së Maqedonisë së Veriut, me flamuj shqiptar në duar, pankarta, plisa në kokë dhe një banderol të madhe me bishkrimin "Ne jemi bashk", ata marshuan drejt ambasadës së Republikës së Maqedonisë së Veriut në Tiranë. Studentët deklaruan se protesta nuk ka karakter politik dhe kërkuan që të mos përdoret për qëllime partijake. Ata theksuan se kërkojnë vetëm respektimin e të drejtës për përdorimin e gjuhës shqipe në proceset akademike në Maqedoninë e Veriut. Shqiptaria është me Shkupin, gjuha shqipe, gjuha jon, janë dëgjuar të brohorisnin studentët gjatë marshimit të tyre drejt rrugës së Kavajës, aty ku ndodhet edhe ambasada e Maqedonisë së Veriut. Ashtu si në Shkup, edhe në Tiranë ishte i pranishëm një prej organizatorëve të protestës, Mevlan Ademi, i cili ka deklaruar se ata nuk do të heshtin në mbrojtje të gjuhës shqipe. Ajo shpreh se gjuha është amanet dhe se sot problemi po kthehet në çështje kombëtare, ndërsa nënvizoi se nuk po kërkojnë privilegje, por barazi dhe respekt. Në Bruxelles ka nisur konferenca e 8 ndërqeveritare, Shqipëri Bashkimi Evropian, ku pritet të hapet faza më vendimtare e procesit të antarësimit. Takimi vjen pas miratimit të raportit i Bar dhe konsiderohet një hap kyç drejt mbylljes së kapitujve negociues. Konferenca e 8 ndërqeveritare Shqipëri Bashkimi Evropian mbahet mbrëmjen e kësaj të martën në ndërtesën Evropa në Bruksel. Para nisjes drejt kryeqendrës politike të Bashkimit Evropian, kryeministri Edi Rama deklaroi në konferencën rajonale rreth transformimit digjital, sigurisë juridike të pronës dhe integrimit evropian se për Shqipërinë nuk ka alternativë tjetër veç Bashkimit Evropian. Bashkimi Evropian është diçka që mund të ankohesh ditën, por natën nuk e makthe. Nëse gjen një rrugë tjetër gjatë ditës, mund të jesh më i lirë, por natën ke makthe. Ndaj BE nuk ka plan B apo C. Është vendi i duhur ku duhet të jemi patjetër. Është vendi njerëzisht dhe nuk mund të jetë parajs nga vetë prokufizimi, por nuk ka alternativë. Tani duhet të largohem se BE po më pret. Duhet të marr avionin. Kryeministri Rama do të jetë në krye të delegacionit shqiptar në këtë takim që konsiderohet të jetë rëndësishëm në procesin e negociatave për antarësim të Shqipërisë në BE. Konferenca pritet të nisë rreth orës 19, pas përfundimit të mbledhjes së Këshillit të Çështjeve të Përgjithshme të Bashkimit Evropian. Në këtë konferencë do të vendoset nisja e periudhës më të rëndësishme të negociatave mes Brukselit dhe Tiranës zyrtare, atë të mbylljes së kapitujve negociues. Zhvillimi vjen vetëm pasi vendet anëtare të Bashkimit Evropian dhanë dritën jeshile për miratimin e raportit i Bar për Shqipërinë, një hap i konsideruar kyç për avancimin e mëtejshëm të negociatave për antarësim. Për të mbërritur në konferencën e 8 ndërqeveritare Shqipëri Bashkimi Evropian u deshën disa muaj. Në shkurt Komisioni Evropian i dorëzoi Këshillit Evropian raportin e vlerësimit të piketave të ndërmjetme, i njohur ndryshe si i Bar.
Pas shumë diskutimesh në grupin teknik të punës, Koela, drafti i dal u dorëzua ambasadorëve të Bashkimit Evropian. Të premten më 22 maj, ambasadorët e miratuan dhe vendosën që më 26 maj të mblidhet konferenca 8 ndërqeveritare. Grup kapitulli që hapet i pari dhe mbyllet i fundit është themeloret dhe ka të bëjë me sundimin e ligjit, shtetin e së drejtës, luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, statistikat si dhe prokurimet publike. Palët në Shqipëri janë të ndara edhe në kontekstin që po zhvillohet kjo konferencë. Për majorancën zhvillimi vjen pasi Bashkimi Evropian ka njohur arritjet dhe reformat e ndërmarra nga qeveria, ndërkohë që opozita vlerëson se Shqipëria po ecën përpara, vetëm për arsye gjeopolitike, ndërkohë që thotë se janë vendosur kushte të forta që lidhen ndër të tjera me luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Shqipëria mban statusin e vendit kandidat për anëtarësim në Bashkimin Evropian prej vitit 2014. Objektivi i parë i qeverisë shqiptare është mbyllja e negociatave deri në fund të vitit 2027 dhe më pas anëtarësimi plot në Bashkimin Evropian deri në vitin 2030. Gazmend Bardhi deklaron se grupi parlamentar i Partisë Demokratike do të depozitojë në kuvend 3 nisma ligjore, të cilat ai thotë se do t'i shërbejnë procesit të integrimit. Kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike thotë se teksa Bashkimi Evropian i ka vënë 34 kushte Shqipërisë për negociatat, nisma për shfuqizimin e ligjit për investimet strategjike, nisma për dekriminalizimin e plot të shpifjes për gazetarët, si dhe kriminalizimi i pastrimit të parave janë ligje të cilat do t'i shërbejnë Shqipërisë në plotësimin e kushteve të Europës. Kreu i grupit parlamentar të PD-s, Gazmend Bardhi, deklaron se Shqipëria tashmë po nis një fazë të re të negociatave me Bashkimin Evropian, por me më shumë kushte dhe me më pak besim nga ana e Brukselit. Ai bëri me dije se janë plot 34 kushte të BE-s që lidhen me luftën kundër korrupsionit, patronazhimin, imunitetin politik dhe pastrimin e parave. Në kuadër të procesit të integrimit, Bardhi thotë se Partia Demokratike do të depozitojë në kuvend 3 nisma ligjore. E para është për të shfuqizuar ligjin për investimet strategjike. Këtë e kemi kërkuar edhe më parë, me nisma konkrete, por grupi parlamentar i Partisë Socialiste me urdhër të Edi Ramës i ka rrëzuar, sepse pas këtij ligji qëndron vetë Edi Rama, interesat e tij personale dhe rrethi i oligarkëve të krijuar nga pushteti. Ky ligj special i papajtueshëm me frymën europiane të konkurrencës dhe barazisë përpara ligjit, për vite me radhë ka prodhuar favorizime, mungesë konkurrence, grabitje të pronave publike dhe private dhe deformim të ekonomisë së tregut të lirë. Nisma e dytë e demokratëve do të jetë për dekriminalizimin e plot të shpifjes për gazetarët. Me këtë nismë ndërmarrim një hap konkret në mbrojtje të lirisë së medias dhe në përputhje me standardet më të mira europiane që kërkojnë mbrojtje më të fortë për gazetarët dhe fund të presionit politik apo penal ndaj tyre. Ndërsa nisma e tretë, thot Bardhi, do të jetë për kriminalizimin e plot të veprës. Do të shkojmë tani drejt për së drejti me kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama, i cili po merr pjesë në punimet e konferencës ndërqeveritare në një deklaratë për mediat. Të Bashkimit Evropian. Për sa kohë mendoni që do të ishte në rregull që Shqipëria të jetë anëtare e BE-s pa të drejtë veto? Për sa kohë do të ishte në rregull për ju që Shqipëria të ishte kështu? Dëgjoni, Shqipëria është një vend që gjithmonë ka qenë 100% në përputhje me politikën e jashtme të BE-s. Kështu që nuk kemi ndjerë ndonjë kënaqësi për të fytyrojmë të kemi veto, duke qenë vendi më pro Bashkimit Evropian e më pro Atlantik në Evropë, dhe kur them vendi më pro BE-s, flas për barometrin e BE-s, nuk flas për atë që mendojmë ne jemi fanatik të BE-s, kështu që fanatikët e BE-s nuk mund të bënë veto për vendimet e BE-s. Faleminderit kryeministër. Ishte kjo një deklarate e kryeministrit Rama në hyrje të konferencës ndërqeveritare për gazetarët në Bruksel. Do të vjojmë mëtej me të tjera zhvillime. Ervin Saliani cilëson frikacak Sali Berishën që nuk pranoi të garonte përballë tij për kreun e Partisë Demokratike. Ish deputeti demokrat tha se Sali Berisha ka rritur fiktivisht numrin e votuesve në votimet e 23 majit, pasi sipas tij në ato proces shkua në qendrat e votimit rreth 5.000 demokrat e jo 40.000. Ish deputeti Ervin Saliani ngre pretendime se në votimet për zgjedhjen e Berishës
nuk morën pjesë më shumë se 5.000 demokrat, ndryshe nga pretendimet e Partisë Demokratike, se në proces morën pjesë rreth 40.000 antar. Sali Berisha është i braktisur nga demokratët dhe nuk pranon nga arë, është e para herë në jetën e vetë politike në 36 vite, me kushtet barabarta, do të humbte në mënyrë dërmuese. Mbi 80% e demokratëve janë të pakënaqur nga drejtimi i Partisë Demokratike. Saliani thekson se ka vëzhguar disa prej qendrave të votimit dhe sipas tij nuk korrespondon numri i votuesve të deklaruar nga PD me ata që kanë hyrë në qendrat e votimit. Nga numërimi që i kemi bërë 1 për 1 gjatë gjithë orëve, 11 orë, kanë votuar gjithsej 296 persona. Pra, nga 939 kanë votuar 296. Rama dhe Berisha sipas tij janë bashk e po bashkëqeverisin. Provë për këtë janë bashkimi i votave që ka bërë PS e PD në kuvend sipas Salianit. Protesta pa diskutim, kur ka objektiv, thuhet që protest, siç e ka thënë, protesta ka objektiv largimin e Ramës dhe qeverinë teknike, sepse nuk ka zgjedhje me Edi Ramën. Tani do jym zgjedhjen e me Edi Ramën? Se po, ne duhet bëjmë proteste, reagojmë ndaj korrupsionit, ndaj padrejtisë si mjet, si instrument i luftës politike për të reaguar ndaj korrupsionit. Por nuk mund të thuhet për javë, hajde se do ta mundim Edi Ramën, e rrëzum në Edi Ramën tani, bashkojmë votat me Edi Ramën këtë javë. Si bashkojmë votat me regjimin kur jemi në regjim? Ne jemi në regjim ku Edi Rama po përdor gjithçka. Po pse e japim në votat? Lëvizja e tij, thot Saliani, nuk është për të penguar PD-n drejt fitores, po për të sjellë fitoren dhe frymën tek demokratët. Nëse kjo lëvizje e pengon 1 milimetër Partinë Demokratike për të fituar, ta thonë unë kam kollaj të triqem në çdo moment se unë nuk jam peng, nuk kam marrë as leje, nuk kam marrë as tendera, nuk kam as hidrocentrale, as miniera, as naft, as bitum, as bregdet, as tregje, as silaçe. Unë kam vetëm pasionin për të bërë një Shqipëri demokratike. Berisha, deklaron ish deputeti, nuk ka mbajtur asnjë premtim që i ka dhënë demokratëve në këto vite. Sali Berisha ka premtuar që Partinë Demokratike do ta sillte në pushtet me revolucion për 3 muaj. Ka premtuar do ta trishte zvarret Edi Ramën, tani po e thmerron javë për javë. Po vazhdon Rama. Premtoi do të fitonte zgjedhjet lokale. Për herë të parë Partia Demokratike përfundoi në 5 bashki. Premtoi do të fitonte zgjedhjet e përgjithshme. Humbi 300.000 vota thuajse nga viti 2021 kur ishte ai zotëria tjetër që e quajti Peng pasaj. Po ndërkohë ka marrë 300.000 vota më shumë Partia Demokratike në atë periudhë. Tha që deputetët do t'i zgjedhë antarësia. I zgjodhi interesi vet personal. Tha që do t'i zgjidh marrëdhëniet me ndërkombëtarët. Në Partinë Demokratike i vetmi ndërkombëtar ynë shoku i në miku ton që është emigrant. Pra cila është arsyeja edhe sot që kërkon ta drejtojë Partinë Demokratike? Në një operacion të përbashkët me SPAK dhe antimafia së Barit u godit një grup kriminal që vepronte mes Shqipërisë dhe Italisë, i dyshuar për pastrim parash dhe krime të rënda. Hetimet lidhen me vrasjen e 26 vjeçarit italian Francesco Di Viesti, parokjer nga Barleta, i cili u zhduk pasi doli nga shtëpia dhe u gjeti vrarë e gjysmë i djegur pranë Barit. Ndër 10 urdhër arreste, 4 u ekzekutuan në Shqipëri dhe 6 në Itali. Një operacion i përbashkët me SPAK dhe antimafia së Barit çoi në goditje në një grup kriminal me aktivitet në Shqipëri dhe Itali. Me kërkesë të SPAK, gjykata e posaçme firmosi 10 urdhër arreste, ku 4 prej këtyre urdhrave u ekzekutuan dhe mes tyre u arrestua Ergjys Kastrati alias Bishnja, ndërsa 6 të dyshuar të tjerë janë arrestuar në shtetin italian. Nga hetimet rezulton se grupi pastronte paratë e trafikut të drogës dhe episodi më domethënës ishte përpjekja për të futur në vendin ton 700.000 euro, që u blokua në 2024 në pikën e kalimit kufitar të Muriçanit. Kreu i grupit konsiderohet Ilir Kamberi, cili akuzohet për vrasjen e një parukeri italian dhe planin për të vrarë një politikan me urdhër të ish gruas. Rezultatet e aksionit u bën publike gjatë një konference të përbashkët për shtyp, ku ishte i pranishëm dhe kreu i SPAK Klodian Braho. Është një element shumë i rëndësishëm në këtij rasti, jo vetëm goditja e aktivitetit të krimit organizuar, të trafikimit të drogës, por edhe goditja e produkteve dhe pasurive që kanë rrjedhur nga aktiviteti i trafikimit të lëndave narkotike. Ku gjatë hetimeve paraprake janë sekuestruar në total rreth 1 milion euro para në gjendje kesh. Janë sekuestruar pasuri të tjera, shoqëri tregtare, automjete, llogari bankare. Nella quale abbiamo contestato una serie di reati
Kemi zbuluar disa ngjarje kriminale, një vrasje, një bashkëpunim mes grupeve mafioze, një vrasje e regjistruar në rajonin e Puljas në Itali, që tregon në një farë mënyre zgjerimin e mafias shqiptare në territorin ton, po ashtu edhe masat që ka dhënë SPAK për sekuestrimin e parave dhe pasurisë. Kreu i grupit Kamberi akuzohet nga italianët se bashkë me 4 persona të tjerë ka kryer vrasjen e një 26 vjeçari. Francesco Di Viesti, paruker nga Barleta, ishte zhdukur më 25 prill 2025, pas ishte dalë nga banesa e tij. Pamjet e fundit e tregonin atë në sallonin ku ai punonte bashkë me babain. 4 ditë më vonë, trupi i tij u gjet gjysmë i djegur në një ndërtesë të braktisur në një zonë rurale në veri të Barit. Prokuroria e Tiranës i ka dërguar një shkresë të dytë autoritetit kombëtar të ushqimit ku i kërkon informacion se përse u vendos që të zhbllokohej aktiviteti i kompanisë Sorial që merrej me shpërndarjen e ushqimit në Akademinë e Sigurisë. 56 studentë të akademisë u helmuan pas konsumimit të ushqimit që sigurohej nga kompania në fjalë, ndërsa ku u bllokoi dhe pas disa ditësh bllokoi aktivitetin e kompanisë. Prokuroria e Tiranës kërkon sqarime se përse u zhbllokua ky aktivitet. Po ashtu, prokuroria ka sekuestruar kartelat e 56 studentëve dhe janë dërguar pranë Institutit të Mjekësisë Ligjore për analiza të mëtejshme. Gjykata e posaçme ka rihapur nga e para procesin ndaj kryetarit të Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj pas ndarjes së dosjes dhe pranimit të kërkesës për gjykim të shkurtuar për disa të pandehur. Seanca u shtyp për shkak të mungesës së shumicës së të pandehurve dhe avokatëve, ndërsa u vendos pezullimi i afateve të paraburgimit me kërkesë të SPAK, vendim që u kundërshtua nga mbrojtja. Gjykata e posaçme riqili nga e para procesin ndaj kryetarit të Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj pas ndarjes së dosjes, për shkak se disa prej të pandehurve ju pranua më herët kërkesa për gjykim të shkurtuar. Në nisje të seancës, trupa gjykuese rrëzoi kërkesën për transmetimin live të procesit gjyqësor. Për faktin se në seancë mungonin pjesa më e madhe të pandehurve mes tyre dhe vet Veliaj e bashkëshortja e tij Ajola Xoxa, si dhe disa prej avokatëve, gjykata ishte në pamundësi për të vijuar gjykimin, por me kërkesën e SPAK pezulloi afatet e paraburgimit për kryebashkiakun. Avokati Plaret Ndreca e kundërshtoi vendimin e ndërmjetëm dhe e paralajmëroi ankimin, duke arsyetuar se përderisa Veliaj nuk është shkak për shtyrjen e seancës, afatet e paraburgimit nuk mund të pezulloheshin. Lidhur me vendimin e kushtetueses që ja pasoi dje topin gjykatës së lartë për masën e sigurisë për Veliajin, avokati i tij deklaroi: "Duhet të jemi rezervuar për shkak të faktit se nuk e kam arsyetimin dhe nëse unë bëj deklarata nxitura pa pasur arsyetimin, mendoj që nuk i shërben çështjes." Kryebashkiaku i Tiranës është i pandehur për 13 vepra penale, si korrupsion, pastrim parash, fshehje pasurie apo shpërdorim detyre. Ai akuzohet për një skem komplekse korrupsioni e pastrimi parash bashkë me bashkëshorten e tij Ajola Xoxa. Kreu i komunitetit musliman shqiptar, Bujar Spahiu, uron të gjithë shqiptarët me rastin e festës së Kurban Bajramit, duke përcjellë mesazhe paqeje, mirësie, solidariteti dhe harmonie. Ai thekson se kjo festë na kujton vlerat e sakrificës, për kushtimit ndaj Zotit dhe kujdesit për njëri tjetrin, veçanërisht për familjet të moshuarit dhe njerëzit në nevojë. Bismillahirrahmanirrahim. Të dashur besimtar musliman, vëllezër dhe motra, në prag të festës së madhe të Kurban Bajramit, kam kënaqësinë dhe nderin që në emrin tim personal dhe në emër të komunitetit musliman të Shqipërisë, t'ju përcjell urimet më të përzemërta për paqe, mirësi, begati dhe harmoni në familjet tuaja. Kurban Bajrami është një ndër festat më të rëndësishme të besimit islam. Është festa e sakrificës, e bindjes ndaj Zotit, e solidaritetit dhe e dashurisë për njeriun. Ajo na rikujton shembullin e profetit Ibrahim a.s., paqja e Zotit qoftë mbi të, i cili me devotshmëri të plot tregoi besim, durim dhe përkushtim ndaj krijuesit. Ky mesazh mbetet edhe sot një thirrje e fuqishme për të forcuar moralin, përgjegjësinë dhe humanizmin në jetën tonë të përditshme. Në këto ditë të bekuara, mira besimtarë nga mbar bota ndodhen në tokat e sheta të Mekës për të kryer haxhin.
Një nga shtyllat themelore të Islamit, haxhi është simboli i unitetit, barazisë dhe përkushtimit ndaj Zotit të gjithësisë. Besimtarë të gjuhëve, kulturave dhe kombeve të ndryshme bashkohen në një adhurim të përbashkët, duke dëshmuar se feja jonë ndërtohet mbi paqen, respektin dhe vlerat njerëzore universale. Kjo fest na fton të reflektojmë më shumë për njëri tjetrin, të jemi më pranë familjeve tona, më pranë të moshuarve, njerëzve në nevojë, jetimëve dhe çdo zemër që ka nevojë për mbështetje e shpresë. Kurbani nuk është vetëm një ritual fetar, ai është një akt solidariteti, ndarjeje dhe kujdesi për tjetrin. Në një kohë kur bota përballet me sfida të shumta, konflikte, pasiguri dhe vështirësi sociale, mesazhi i Kurban Bayramit merr një rëndësi edhe më të madhe. Kemi nevojë më shumë se kurrë për mirëkuptim, dialog, respekt dhe bashkim mes njerëzve. Shoqëria jonë ka nevojë për më shumë dashuri, më shumë drejtësi dhe më shumë shpresë. Shqipëria është një vend që krenarisht ka ruajtur harmoninë ndërfetare dhe respektin reciprok mes besimeve. Kjo është një vlerë e çmuar që duhet ta ruajmë dhe ta forcojmë çdo ditë. Festa të tilla na kujtojnë se besimi duhet të jetë gjithmonë një burim paqeje, qytetarie dhe shërbimi ndaj të mirës së përbashkët. Në këtë ditë të shenjtë, lutim Zotin e gjithësisë që të pranojë adhurimet, lutjet dhe kurbanet e besimtarëve, të sjellë paqe në zemrat tona, begati në familjet dhe mëshirë për mbar njerëzimin. Uroj që kjo fest të sjellë gëzim në çdo vatër shqiptare, shëndet për familjet tuaja dhe mirësi për të gjithë shoqërinë tonë. Gëzuar Kurban Bayramin, paqja, mëshira dhe bekimet e Zotit të gjithësisë qofshin mbi ju dhe familjet tuaja. Faleminderit. 7 persona kanë humbur jetën në Francë në rrethana të lidhura drejt për drejt ose tërthorazi me valën aktuale të nxehtit që ka goditur vendin. Franca ka përjetuar temperaturat më të larta se mesatarja që nga shtuna pjesa më e madhe e Francës është vënë në një paralajmërim të nivelit portokalli. 7 persona raportohet se humbën jetën në Francë në rrethana të lidhura drejt për drejt ose tërthorazi me valën aktuale të nxehtit që ka goditur vendin, thanë të martën autoritetet në Paris. Qeveria franceze urdhëroi autoritetet lokale të marrin masa për të mbrojtur njerëzit, veçanërisht gjatë aktiviteteve sportive. Franca ka përjetuar temperatura më të larta se mesatarja që nga shtuna. Pjesa më e madhe e Francës është vënë në një paralajmërim të nivelit portokalli nga agjencia e motit Meteo France, e cila pret që temperaturat të arrijnë deri në 36 gradë Celsius të martën pasdite. Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë të mërkurën dhe të njëjtën, njoftoi më tej Meteo France. Banorët vendas dhe turistët e shumtë në kryeqytetin francez u përpoqen të qëndronin në ambiente të freskëta, ndërsa temperaturat u rritën ndjeshëm. Sipas mediave franceze, gjithnjë më shumë familje franceze po përdorin ajër të kondicionuar, ndërsa valet e të nxehtit bëhen më të shpeshta, pavarësisht normave tradicionalisht të ulta të përdorimit të tyre, krahasuar me vende si Shtetet e Bashkuara ose Japonia. Temperaturat në rritje po nxisin kërkesën për kondicioner, por shumë njerëz mbeten të shqetësuar për ndikimin mjedisor dhe koston shtesë të ftojes së banesave të tyre. Kemi mbritur kështu në fund të këtij edicioni informativ, por ju rikujtoj se për zhvillimet më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota ju mund të klikoni në balkanweb.com për të njohur me lajmet në kohë reale dhe për të ndjekur në live stream News 24 në çdo moment. Faleminderit për vëmendjen, bashkë mirupafshim.